Nga fillimet e para, domethënë unë kam kënduar që në moshën 5 vjeç në festivalet e fatosave, domethënë në Kruj. Kam vazhduar festivalet, pastaj shkova në shkollë të muzikës në Prenja Kova Shkodër, ku kam bërë liceun artistik atje. Kam bërë një aktivitet shumë të madh, biles 4 vjet, kam fituar talentet e reja, çmimin e parë, biles më thoshin, aman më Lili, kur do e mbarosh këtë shkollë ta fitojmë ne çmimin e parë. Po ç'të bëj unë, i thosha unë që e kam zërin, talentin, kur ti ki unë, fitojeni juve. Edhe masannej, domethënë gjithmonë kam ecur me forcat e mia, me vullnetin tim, me talentin tim kam qenë. Faleminderit Zotit që më pa të dhënë një mençuri, se duhet të jesh edhe e zgjuar, që të dish të këndosh, se zërin mund ta kesh, por nuk di si ta funksionosh. Shkova në Institutin e Arteve, që vazhdova prapë për soprano, liriko spint, që vazhdova aktivitetin, kam qenë një nga studentët e para që kam luajtur aktin e 2 të Traviatës. Masandej kam bërë shumë koncerte me Orkestrën Simfonike të Radio Televizionit, që kam qenë soliste e parë, domethënë me ansamblin e shtetit, ansamblin e këngës popullore me Zana Frashrin, dirigjente Bujar Lapin. Masandej mbarova fakultetin, kam dhënë shumë koncerte recitale me opera. Biles Ardit Xhebrea më ka ndjekur shumë në shumë koncerte, e falenderoj, më ka respektuar. Kam bërë një koncert që sfida me madhe ka qenë kur ka ardhur dirigjenti më i madh i Spanjës dhe unë nuk isha përgatitur në skenën e teatrit Topës dhe të baletit, se gjithmonë akustika e këngëtarit bjen në sallë. Edhe ishte një emocion shumë i madh se isha me kuartetin e Arqeve, domethënë unë kisha programin tim, ata kishin programin e tyre. Edhe merr një emocion që thash do ta lë koncertin. Nuk mundesha, sepse unë më hypi një emocion shumë i madh, sepse asnjëherë s'kisha hyrë në skenën e teatrit, operës dhe baletit dhe ishte vërtet një stres shumë i madh. Mirë po, kur e pash që familjen time ma kishin vënë në rreshtin e parë, bashkë me dirigjentin më të madh të Spanjës, jam ngrit lart edhe i kam lutur Zotit, o Zot, më ndihmo të dalë faqebarti i koncertit. Ai ka qenë një nga koncertet më të famshme, kanë qenë një nga oprat dhe arit, romancat më të vështira, edhe kam pas një sukses shumë të madh. Biles, kur kemi, mbasi kam mbaruar këtë dhe dha koncert, dirigjenti më i madh i Spanjës, autografin e parë ma ka dhënë mua, domethënë shiko çfarë vlerësimi, domethënë artistët e huaj na vlerësojnë, kurse të vendit tonë më vjen keq, më fal se po i them, po nuk më kanë vlerësuar talentin tim, që kam qenë vetëm një koncert e kam bërë me pedagogën time, kurse koncertet e tjera i kam bërë vetëm me zotësinë time, koncert recital, mbarosh për opera dhe të dalësh talent. Masandej shkova në Maqedoni me koncerte, edhe ju ktheva këngës si nga anët e Maqedonisë, apo jo Ardit, edhe këngë të bukura, më kanë prit shumë, kam një respekt dhe kam një nostalgji për Gostivarin, aty domethënë po thush se u rrita se nga bangat e shkollës, nga fakulteti. Edhe mora një rrugë tjetër të gjinisë muzikore dhe i këndoj të gjitha treva dhe jam e kënaqur, pavarësisht se zemra më lëndon se vuajta shumë për atë shkollë, domethënë kisha vërtet një talent madh, po Zoti ashtu e kishte shkruar, sa do të luftosh ajo është e shkruar. Dhe jam e kënaqur me këngën popullore shqip, edhe duhet ta këndojmë këngën popullore shqip, sepse po e bashkëtarllojnë shumë këngën tonë, janë duke kënduar, domethënë kënga Tallava do thot Tollovi, mos të vi keq, ka bukurinë e vet, ama kënga shqip është kënga më e bukur që mund të jetë në dynja. Edhe tuajt kur dëgjojnë këngën tonë, kanë një kënaqësi të madhe, kanë një ndjesi, futen në botë. Nëse njerëzit futen në botë, muzika është shumë e bukur dhe është tamam origjinale. Apo jo Ardit Xhebrea, Ardit Stafa, më falni. Se edhe Arditin e kemi kolegë, kemi kënduar në shumë dasma, edhe koncerte dhe mbrëmje shumë të mirë. Edhe këtu falenderoj Kikën, gjithëve juve që më keni ftuar, respekte, inshallah gjithmonë me suksese kalofshit në këto sfilata të mëdha televizive.